Partitë shqiptare në Ulqin të Malit të Zi dhe qindra qytetare u mblodhën një protestë kundër vendimit të qeverisë malazeze për të dhënë për 99 vite plazhin e madh një kompanie arabe pas një marrëveshje paraprake me Emiratet e Bashkuara të Arabisë Saudite. Drejtues politik në Ulqin u shprehen se nuk do ta lejojë një gjë të tillë dhe bën thirrje që qeveria e Malit të Zi dhe kryeministri Spajić të tërhiqen sa nuk është vonë. Nuk pranojmë të tërësimin total të plazhit të madh. Nuk pranojmë që të jepet gjitha hapësirë 20 kilometër katror. Sot dukemi të jemi si kur bashk, se s'ka ma lojna. Sot Ulqini ishtë në sol, kalaja 2000 vjeqare, plazhi madh dhe gjithë territori ishtë në sol. Në dy pyetjeve që mund t'i thoni a qeveria Ulqini, unë jam me ju, me Ulqinin. Kështu që ishte dilema. Për herë të parë, opozita dhe 33 këshilltar bin një vendim me rëndësi për të ardhmen në qytetin tonë. Ajo është gjëja më kryesore edhe kjo duhet në këtë vazhdimsi se do të kemi më presione ndaj komunës sonë, duhet të jemi së bashku. Çka den ky zoti? Me na shit vetëm në pasuni që i kena për cilës jetojmë edhe me na ba prep edhe një Ulqin me marrë botën. E jam arë zotni se inshallah zotin e nepsnet e ki vetë. I pari unë, fëmijët e mi, edhe tanë këtë vend, kena mi dalë për para kush dajtë që jatë banë atak në këtë vend, që kush dajtë që sulë mërë këtë vend. Edhe protestuesit pjesëmarrës deklaruan se Ulqini nuk është në shitje. Prej Amerike, më orë me këtë protest, me familjen tonë, se tonë jene prej Ulqinit, e familjen teme është prej Ulqinit, familje ti është prej Ulqinit, Ulqini është joni, nuk bënë shite Ulqinin dikuj tjetër. Nim klasi që të solidarizohem me qytetarët edhe popullin e Ulqinit. Sot kemi ardhe për të protestua për pasurin tonë, për vlerat tona, për potencialin tonë të patjetërsueshëm. Ajo nuk shitet, ajo duhet të lanë të në brezeve të reja tashme. Jam sot këtu për protestën që bën qytetarët e Ulqinit kundër shkatërimit të qytetit tonë 2500 vjeçar. Dhe jemi ato që i thonë qeverisë dhe shejikëve të Arabisë që Ulqini nuk është në shitje. Ulqini është joni, në Ulqin ne jemi rritur dhe Ulqini nuk do të jetë kur në shitje. Këto protesta në Ulqin do të vijojnë duke qenë kundër dhënies së Bregdetit në plazhin e madh arabeve, ndërsa është ndër herët e pakta që të gjitha forcat politike që janë në qeverisje të Ulqinit, por edhe ato opozitare, u bën bashkë në këtë protestë qytetare.